Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku në këtë mbrëmje të sotme të këtij emisioni ne do diskutojmë çështje të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin politik të javës që sapo lam pas. Për të diskutuar në lidhje me këto tema, unë kam të ftuar si gjithmonë në studio kolegët e mi të nderuar, duke filluar me zotin Dritan Laci. Mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhe. Dhe zotin Reldar Dedaj. Mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ashtu si kundër e tham pak më lartë, java që sapo u mbyll ka qenë një java e fundit, ose le të themi edhe pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet e 11 majit dhe fushata e cila po mbyllet tashmë çështje ditësh ka qenë një fushatë e pazakontë nga herët e tjera për shkak se diskutimet që janë zhvilluar aty më shumë kanë qenë të natyrës së tërheqjes së vëmendjes se sa diçka që të mbahet mend, fjala vjen një program i caktuar nga një forcë politike e cila nuk ka arritur ta shpalos dhe ta shtjellojë siç duhet përballë qytetarëve për shkak se rrjetet sociale kanë qenë dominante, por edhe arsye të tjera të cilat e kanë bërë të pamundur që ky program të shkojë tek qytetarët. Paktën ky është këndvështrimi im, besoj që kolegët këtu në studio ndajnë të njëjtin mendim në lidhje me këtë fushatë as pak të zakontë nga fushatat e tjera. Reldar, si të duk kjo fushatë që edhe pak ditë edhe po e mbyll siparin e saj, le të themi, për të shkuar pastaj tek kutitë e votimit? Për hir të vërtetës, ajo çfarë unë mendoj është edhe bi plotësisht dakord me ju, është një fushatë krejtësisht e pazakontë. Ndoshta nuk ishte parë në mënyrën flasë e pazakontë në aspektin e retorikës politike, alternativës politike, ofertës politike. E pazakontë sepse nga njëra anë kemi një forcë politike e cila qeveris për 12 vitesh dhe e vetmja bazë premtuese për qytetarët shqiptar është pasaporta europiane si Shqipëria pjesë e familjes europiane, integrimit europian. Dhe nga ana tjetër kemi rivalen kryesore të kësaj mazhorance, Partia Demokratike, që për hir të vërtetës, ndoshta ndryshe nga disa herë ose ndryshe nga fushatat e mëparshme, ka ndërtuar një program dhe një retorik politike ku është investuar në retorikën e arsyeshme. Pra në komunikimin logjik me qytetarët e saj, me simpatizantët e kësaj force politike, por edhe me pjesën gri të shoqërisë dhe mbi gjitha duke u investuar të ndikojë sa më shumë te kjo pjesë ose te kjo fashë e elektoratit që është shpërtej dy forcave tradicionale politike në Shqipëri. Kemi edhe një pamje tjetër që ne nuk mund e shmandim, që janë forcat e reja politike, shumë premtuese, cilat e kanë pasuruar retorikën dhe pluralizmin e alternativës politike ose të ofertës politike për qytetarët, duke krijuar një dinamizëm ndoshta të pashoq kësaj radhe dhe një investim shumë i madh në kapitalin politik, kapitalin human, pa diskutim. Ka qenë një risi. Edhe në ofertën. I kanë dhënë një lloj energjie të re. Pa diskutim, një dinamizëm shumë të fortë dhe ka shliruar energji të jashtëzakonshme dhe dua ta them dhe këtë gjë ja imponuar fort të dy forcave tradicionale tashmë në Shqipëri, që është PS-ja dhe PD-ja. Dhe ndoshta për shkak të këtij lloji imponimi janë detyruar që forcat politike në Shqipëri të gjejnë levën e Arkimedit se ku mund ta bëjnë shkëputjen ose ku mund të bëjnë atë bing bangun e tyre për të u futur në mendjen dhe zemrat e qytetarëve shqiptarë dhe për ta përkthyer alternativën e tyre në votë. Në fakt kanë qenë rrjetet sociale ato që kanë tërhequr. Por ajo çfarë ka bërë ndoshta dhe ka bërë risinë e madhe është që gjithë komunikimi politik
tashmë është ndërtuar mbi bazën e platformave online dhe veçanërisht të rrjeteve, mediave sociale ose profileve të caktuara në rrjetet sociale. Pra, mesazhi ka marrë konturët e medias së caktuar. Pra, siç thot shumë bukur Marshall McLuhan, e ka thënë që në vitet 60, sociologu kanadez i famshëm, i cili libri aty thot ai që mediumi është mesazhi dhe pa diskutim komunikimi politik ja nënshtruar këtij lloj ligji, që në thelb është kështu funksionon, qoftë për mediat online, qoftë për mediat klasike, por vëmendjen e morën mediat online dhe tashmë retorika politike, komunikimi politik janë nënshtruar këtyre ligjeve. Po si ka bërë ku përhapet budallëku më shpejt se sa mençuri. Por pa diskutim se çfarë edhe kjo në një shkollë po tjetër në komunikim që trajtohet dhe studentët e komunikimit e mësojnë këtë, retorika qoftë e funksionalizuar me banalitet, me humor, ndonjëherë me imazhe, është nëpërmjet kësaj gjuhe të thjeshtë, një gjuhe komunikimit masiv, kalojnë mesazhe tepër të rëndësishme. Për shembull, koncepti i të rrezës dhe të vjetës, koncepti i ndeshmërisë dhe pandeshmërisë, koncepti i përdorimit dhe jo i përdorimit, koncepti i të moralshmës dhe të pamoralshme. Të gjitha këto, pavarësisht retorikës, banalitetit, humorit, të thelb, bashkë me këtë ngarkesë kanë shkuar edhe këto mesazhe, këto ide, që për hir të vërtetës kanë gjetë vend një pjesë të shoqërisë caktuar. Madje është imponuar ekstremizmi i politik. Po të shohësh palët janë futur në llogore tepër ekstreme dhe sulmojnë njëri tjetrin nga këndvështrime ekstreme. Është futur edhe absurdi politik, ku pretendohet që Zeusi mund të vjerë një kompani PR-i dhe mund të bëjë ndryshimin e jashtëzakonshëm. Arrin kjo të shkojnë në mendet e njerëzve. Po pa diskutim janë gjizur këto gjë. Janë gjizur dhe madje është tentuar për të shkuar drejt një ekstremizmi politik. Për ta futur shoqërinë shqiptare, për të futur simpatizantët e caktuar të forcave politike në një lloj ekstremizmi politik. Pse? Sepse në ekstremizëm politik jo vetëm ka nevojë për shumë pak para, por mjafton me 2-3 ide kallë dhe ti ndikon dhe e mban këtë ushtri të madhe qytetarësh në një formë të caktuar ku të gjithë rroshtohen llogoret ku ti ke hapur. Dhe kjo bëhet shumë lehtë dhe është një botë paga shumë që reflekton. Megjithatë, unë jam surprizuar, duhet ta them të përtej kësaj gjëje, jam surprizuar nga Partia Demokratike, tek retorika që ka Partia Demokratike, që është menduar të jetë një, edhe kjo është vënë re kudo, të ndërthur programin me retorikën politike. Dhe madje edhe aty ku ka tentuar të rrështasi, duke ju përgjigjur kundërshtarit me qëllim kundërshtari ja hedh atë dorashkën për ta peshkuar, për ta tërhequr drejt llogorës tij. Sepse kundërshtarit intereson sepse nuk ka bilanc, intereson sepse don ta njësoj me vetveten, don që opinioni publik mos të kuptoj alternativën dhe ofertën që jep kjo mazhorancë, don që ta vendos në qendër të vëmendjes të vjetrën për shkak se është shumë e vjetër vetë. Pra don ta njësoj politikisht dhe për të mos kuptuar fare simpatizantët, shoqëria shqiptare, pjesa gri, elita kombëtare, aq sa mund të jetë kjo elitë, dallimin ndërmjet një qeverisje 12 vjeçare dhe një opozite 12 vjeçare. Pra për të gjetur pothuajse sinonime ose ngjashmëri mes mazhorancës qeverisë dhe opozitës. Madje vetëm një gjë dhe ndalova. Për sa i përket ofertës kryesore që ka kjo mazhorancë, sepse unë nuk shoh bilanc tjetër ku mund të kapet dhe mund të peshkoj suksesin e saj 12 vjeçar. Pasaporta europiane, siç e quhen ai, integrimit europian, në thelb ne në Europë ne nuk mund të kemi asnjë qasje edhe nga pikpamja e urbanistikës. Po shifja Podgoricën. Pasaporta europiane me standarde afrikane. Po shifja vetëm Podgoricën. Nuk po kaloj qytetet të tjera, kryeqytetet të tjera. Podgoricën po shikoja. Podgorica, qyteti i vjetër i Podgoricës është ashtu siç ka qenë, pjesa e vjetër. Nuk ka ndryshuar. Përtej lumit ku fillon pjesa e re, pra ndërtimi i ri i qytetit, përtej lumit ka aq shumë urbanizim të ndërtesave, komplekseve të banimit, njësimit tyre, hapësirave gjelbër, këndeve të lojrave, simetrisë të ndërtim, sa është e paparashikueshme. Podgorica, vetëm Podgorica.
Imagjino Tiranën, imagjino Tiranën me mënyrën se si është ndërtuar, kakofonizmin që është ndërtuar, shëmtinë e jashtëzakonshme, as pak uniforme, nuk pranohemi qoftë edhe as estetikisht në familjen e madhe. Nuk cedojmë dhe këtu për të mos folur për parametrat jetësor. Vetëm që do të ishte fluksi më i madh, orta e madhe e kryeqytetit siç është bulevardi i ri i Tiranës. Po të shohësh, unë jetoj aty tashmë në shtëpi me qira dhe shoh nuk ka hapësirë, lese nuk ka uniformitet, por nuk ka këndëlojësh, nuk ka hapësirë për fëmijët, nuk ka, por jo vetëm kjo. Dhe ndërtuar së fundit. Por jo, është tani, por projekti i madh për t'i dhënë frymëmarrje qytetit dhe për të bërë një qytet logjik, dhe për të futur të gjithë elementet qytetarisë europiane, të integrimit europian, të frymës europiane. Për shembull mund vite stadiumi i ri dhe tu bënte aty, me të gjitha komplekset që mund të kërkojë një stadium bashkohor, jo vetëm 20.000 vendosh, por 40.000 vendosh, me të gjitha anekset që kërkon një stadium kombëtar. Teatri kombëtar, bloku e ambasadave, sepse ke ambasadën zvicerane ke në një apartament kat 5, ambasadën polake ke te rruga Durrësit. Pra, domethënë për të futur një koncept dhe qytetin për të bërë një qytet të ri brenda një standardi, po nuk mund të pranosh edhe estetikisht nuk je pjesë e Europës, më zotëri. Imagjinoj mentalitetin. Mund bëhemi pasaport, po. Ç'është tjetër kjo. Tritan nuk e di çfarë të mbeti në mendje nga kjo fushat ku kemi hyrë në javën e fundit tashmë atë fushatës elektorale për zgjedhjet e 1 Jo, vetëm gjë që ka arritur të lërë shenjtë këty. Vetëm gjë që mund të mbesi në ndërmend është në fakti domosdoshmë që tashmë është bërë ndoshta e rrugës apo e traditës që partitë politike, kryesisht ato që janë në pushtet, të gjitha ato që janë në zullumet e tyre, pra gjatë mandatit të qeverisë, vetëm që mos flasin për atë që është programi i së ardhmes, sepse nuk kanë çfarë flasin, sepse shumë premtime kanë bilancet të së shkuarës. Pikërisht sepse shumë premtime i kanë lënë rrugës dhe nuk i kanë mbajtur. Por, shpesh, tek se shikon në këto takimet e tyre elektorale, godasin opozitën pikërisht nga aty ku ata kanë bërë zullumet më të mëdha. Për shembull, marr një rast, për shembull, që më kujtua rasti i rrugës Korçë-Çersek, që është një rrugë e re, e cila është bërë jo më larg se ndoshta 2-3 vitet e fundit, e cila ka psuar cila ka psuar shembje në disa pjesë të saj, por që është dhe dëmtuar dhe mbi këtë rrugë, kjo qeveri, kjo maxhorancë, për të fshehur atë që është zullumi i saj, këndon këngën e bufit të kënetës për opozitën. Dhe ndoshta kjo është një gjuhë që shpesh duket folklorike, por e cila duke hyrë pastaj në atë botën e memeve, duket si atrofizon njerëzit dhe ata nuk kanë më kohë ose nuk duan më të mendojnë se cilat janë ato pikërisht problemet e tyre reale. Pra, ata refuzojnë të shohin poshtë këmbëve të këtij bufit të kënetës që këndon Rama në rrugën Korçë-Çersek, se ajo rruga ku ata ecin aty tashmë është dëmtuar, mund të jetë një rrezik i shtuar për aksidente, pra një investim i ri, pra një premtim që në duket sikur është i mbajtur, por që në krahun tjetër realisht fsheh një të vërtetë të madhe atë se si korrupsioni ka gryer, ose ka ngrënë babëzia e korrupsionit ka ngrënë dhe këtë rrugë dhe shumë të tjera. Dhe po ta shohësh indoktrinohen nga propaganda apo çfarë? Dhe po ta shohësh vetë Rama kudo që shkon ose aty ku ai ka mendon që ka mbajtur premtimet, në fakt aty është një ndërmarrje e madhe korrupsioni. Dhe gjithmonë është përpikur ta fshehë me tamtame, me daulle, me dajre, me një popull që i këndon heroizmave të tij e gjitha me radhë, por nga krau tjetër, ajo që ndodh është që pavarësisht se duket sikur opozita e ka një program të vetin, nuk ka hyrë dot në këtë botë memesh, do të ketë një lloj moderimi të vetin, me qëllim që të jetë më afër ndoshta një trendi të kohës. Nuk po gjenda dot grua nga kashta. Pra, nëse qeveria e ka gjetur shtegun për të hyrë në mendje dhe në shpirtrat e njerëzve.
Në mënyrë kësaj bote e memesh, duket se opozita nuk e bën dot të gjë ose ka ngelur pa aftë. Por nga ana tjetër ç'o ndodh? Mos ka instrumente më shumë në dorë. Qeverisja, prandaj. Por nga ana tjetër ka vënë diçka, domethënë që gjua e përdorur, dhe kjo është ndoshta një nga vetëm gjërat që ndoshta do mbahen mend pas 11 majit apo pas disa kohësh, por që duket se ka zënë vend edhe tek vetë ata që janë të cënuarit në këtë rast. Fjalët denigruese, çryk, aotik e gjitha me radhë atje. Dhe më duket sikur tashmë nëpërmjet kësaj kjo bota e memeve i është kthyer kundra vetë Ramës. Dhe e shofte sepse ndoshta njerëzit më të kthjellët nuk janë shqiptarët e këtu shumë. Ta si duket ndoshta në mendimin tim janë normalizuar me këtë. Është diaspora? Diaspora. Po, dhe kam vënë ditët e fundit një fluks shumë të shtuar, viral, pothuajse, në TikTok, të diasporës, e cila duke qenë se asaj i shkojnë fletet e votimit. I kanë shkuar dhe tani po i mbushin live në rrjetet sociale. Duke deklaruar votën dhe kundra dhe shkelje cënimi i demokracisë. I drejt për drejt, i demokracisë, por në emër të çrykut. Hedhja e sistemit në erë. Por në emër të çrykut. Në emër të autikut. Pra, të gjitha njerëz të cilët e kanë ndjerë vetëm të fyer. Me që kemi kështu ja ku i ke. Ja ku i ke, po. Dhe kam parë video të panumërta që vetëm që plotsojnë do të ishte fshet realisht. Si rregull. Si mënyrën se si e bën ata shumë. Si rregull. Por edhe fakti ndodhen që këto flet votimi të futur ata në zarf. Kanë pritur një pjesë prej tyre. Kanë pritur një pjesë, por po i filmojnë ndërkohë. Pra, po filmojnë momentin kur i mbushin, i fusin nëpër zarfa, dhe këto gjitha me radhë. Pra, për të dërguar Ramës, që ti vërtet në një farë mënyrë na flet neve nëpërmjet. Ne flasim me këtë. Por dhe ne flasim nëpërmjet gjuhës denigrimit. Po. Dhe realisht unë nuk e di se sa mund ndodh, por kjo mund të jetë fyer atij në një lloj bumerangu që ai nuk ndoshta nuk vetëm për të zarfat. Dhe sepse numri i madh i kryesisht i banorëve të Veriut. Veriu është pothuajse i abandonuar. I praktisu komplet. Si një pjesë e jugut të Shqipërisë. I kupton, por Veriu ka një masivitet largimi dhe ndoshta ata e kanë ndjerë edhe më tepër këtë lloj gjuhë denigruese, domos kur vjen puna te burrat që në vetëtiu kanë një lloj konservatorizmi në Shqipëri. Po i përgjigjen robmuzeve të kryeministit. Po i përgjigjen me tjetër mënyrë, por tani hapur fare. Është shpagim që tani po ne diskutojmë fort te kjo puna zarfeve sa bën se vazhdoi prap dritan. Po vetëm thjesht kjo. Te puna zarfeve nuk kapet një çështje shumë e rëndësishme në Shqipëri dhe më ka bërë shumë përshtypje. Investohet tëra lek që të shkojnë t'ju jepet varë, të shkojnë të votojnë këta të huj. Në gjithë botën, për shembull Amerikun kam pa vetë në rroshen, një amerikan, paguajti 10 euro te posta. Me vetë me lekë të veta Allah e dërgojnë postë sepse çfarë? Demokracia është pjesëmarrje. Po. Kjo është se prandaj thamë unë e cënuan demokracinë, konceptin e demokracisë, se këta ose kuptojnë demokracinë ose demokracia në thelb duhet të bësh pjesë e saj, të marrësh pjesë. Je ke vullnetin për të marrë pjesë në një proces saktuar. Prandaj është demokracia shumë e bukur, është demokratike themi ne. Pse po, prandaj është dhe akt. Është akt i komunikuar. Kjo është thelbi i saj. Por këtu ka një gjë, ka një padrejti të jashtëzakonshme. Në Shqipëri ose mund të jenë rreth 50.000 njerëz të pamundur për të votuar. Por shkak kam pas babain tim i cili ishte i paralizuar, nuk mund të shkote për 17 vitesh nuk mund të shkote me votuar në qendër votimi. Babai. Po sa mund të ketë si babai im e tjerë. Po me shifra mund të jenë rreth 50.000. Shteti shqiptar pse nuk ju garanton këtyre individëve mundësinë për të votuar? Dhe garantoke mirë që bën tender, edhe e ka bërë tenderin minutën e fundit për të rrujt parat, kupton? Ditën e fundit bre jashtë në kohën limit të fateve caktuara. Se këtu është ndërtuar një mafje, ju japim gjoja këtë fabulën e madhe demokracisë dhe këtej rrujnë paret, kupton? Këtu ke 50.000 individ në Shqipëri, më zotëri, nuk kanë drejtën këta të votojnë, ta ushtrojnë të drejtën e votës tyre. Dhe për hir të vërtetës të shohin më këtë pamundësi këtyre ky shtet, çfarë ka bërë çfarë ju ka ofruar këtyre njerëzve?
Dhe ta bëjnë këtë demokraci. Pse nuk e ka? Asnjë studio televizive nuk e ka për Shqipërinë. Dhe ne kemi rastin ne ta trajtojmë. Nuk kujdes për çështje sociale. Po gjuha e folur i rëndon mbi këtë. Gjuha e folur pikërisht kjo gjuhë. Po për ca kopuk militant që ekzistojnë atje dhe privilegji që bë ka rallë koncepti i rezidencës. Në të gjithë botën është koncepti i rezidencës. Ti nuk mund votosh një që ka 30 vite që ka hinë nga Mirdita. 30 vite. Që nuk jeton atë realitet. Që si jeton atë asnjë realitet nuk e ka qasin fare. Ai ka hit kur ne i bishim, kur për të shkuar Rrashen si Rrasheni sot është 35 minuta, ai bite një mali u sillshim 10 herë rreth një mali, e kupton? 10 herë rreth një mali. Dhe ka ngel po pa diskutim ka 30 vjeç sa dhe voton për të zgjedhë zan për faqësuesin në Mirditës. Që ti zgjidhi hallet. Po si ka mundësi? Ka ra koncepti i rezidencës, por ra një koncept i rezidencës, një dëformim tepër i madh i konceptit demokracisë. Pse? Është përfaqësim demokracia, më zot. Është përfaqësim, ta nuk e kanë ditur çfarë kanë bërë. Është shumë e mirë që është dhënë drejta e diasporës votat dhe kjo është një gjë shumë e mirë, një hap shumë i madh. Pa diskutim. Por duhet ishte bërë në formën perfekte gjës. Pa diskutim duhet ishte bërë. Ka listat partit përkatëse. Siç e ka bota, siç e ka, duhet ishte me përfaqësi herë. Diaspora për shkak se nuk e ka parimin e rezidencës, duhet të jetë përfaqësohet me kuota. Vota duhet votojnë në ambasadë. Kush ka dëshirë për të votuar, shko zotërit votojnë në ambasadat përkatëse ku janë. Po ambasadat do paragjykoheshin, kështu që si do pse vota familjare kësi do paragjykohet si gjë. Si i merr ky familjari me 5.000 euro nuk ambasada mendimin tim do paragjykohet. Unë nuk dua ta shtyj ligësin më ndej, por unë mendoj por unë mendoj që me votën e diasporës do kemi një super është votë blerë më tani, super gallat, do kemi një super gallat. Dhe kam përshtypjen që po krijohet një incident i cili do justifikojë pastaj një gjë tjetër më të madhe. E kush e këtë incident ose e shoh që tek deklarimet që po bëjnë deklarimet në TikTok në rrjetet sociale. Që aty shoh do nuas, e kuptoj që do i parapri një sjellje tjetër ose një skenim tjetër. Le të jem unë i gabuari në këtë rast. Kam çështje jo se zakonisht para gabon. Kam çështje në atë. Shqiptarët nuk rrin dot pa futur duart. E kanë vestë të tyre këtë pjesë. Për ata që votojnë apo kur vijnë këtu votat në përgjithësi shqiptarët. Kanë duhet të thënë njerëz të bravës që duan të shohin nga vrima e Chelsea-t. Unë mendoj domun që edhe në këtë rast do gjejnë mundësinë për të futur duart pikërisht sepse edhe për një arsye, sepse janë përcaktuar se janë 230.000 vota. Edhe për një arsye sepse janë bërë shumë gabime në postim. Dhe ndoshta nuk janë bërë pa qëllim. Që në origjinën e tyre, pra që kur nisët me post, dhe kjo do shfrytëzohet në masivitet, në kuptoj që ajo të jetë një vot e pavlefshme. Sipas interesave të caktuara. Ose që mund të ketë humbur dhe rrugës. Sipas nëse shihet se ka përkrahje të një X. Le të flasim me datë në bazë datës 11 maj. Se ky është paragjykim. Ky nuk është aq paragjykim. Kjo është një mënyrë se e të parit se si shqiptarët veprojnë dhe se si ata e shohin sendin. Kështu që nuk u duhet fare çudi kjo, ne do jemi mbas 11 majit. Unë uroj të jemi gabuari. Por nuk doja të isha as i vërteti në këtë gjë, por tash dhe herë duke njohur natyrën e shqiptarëve them që nuk do rrinte këtë herë pa bërë një gjurulldi. Dhe gjurulldia do jetë pikërisht kjo vota e diasporës. Dhe do ketë një përplasje, kam përshtypjen, shumë të madhe midis të dy kampeve politike, po me akuzat partitë vogla. Që akuzat partitë e reja se të vogla është nacion. Unë flas për partitë, sepse kam përshtypjen që vota e diasporës kryesisht do shkojë për dy forca të mëdha kryesisht, mendoj unë. Ky është gjykimi jote? Ky është bindja ime. E kuptoj. Po do flasim për pjesën e dytë, kam një sër pyetje, të nderuar teleshikues, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio për të diskutuar në lidhje me fushatën zgjedhore në Shqipëri. Ka shumë për diskutuar në fakt, mënyrën se si po organizohet ajo dhe se si është organizuar këto 3 javët e para, ku ka ngelur edhe pak ditë për shkuar tek kutitë e votimit. Shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak studio.
Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues në emisionin Pakollare, ku po diskutojmë në lidhje me fushatën zgjedhore në Shqipëri. I nderuar kolegë Eldar Dedaj, në lidhje me këtë që po diskutonin pak më lart. Kjo fushat duket sikur mendimi ngec her pas here sa po përgatitet një forcë politike serioze, fjala vjen që të shpalos një program, paktën kështu e kam parë. I ka ngecur mendimi sepse rrjetet sociale e kanë bombarduar me mesazhe të tjera. Dhe parë në këtë pyll portalesh dhe në këtë pyll të profileve të rrjeteve sociale duket sikur e vërteta e ka të vështirë të çaj rrugë dhe të shkojë në veshët e votuesve dhe të qytetarëve. Më korrigjoni nëse jam gabim, po unë kështu e kam parë. Tani me thënë të drejtën, unë të keqen më të madhe e shoh gjatë kësaj fushate, e shoh tek mediat klasi. I referohen kryesisht veçanërisht televizionet, që nuk bëjnë detyrë. Ndoshta e kanë pasur të pamundur. Nuk bëjnë detyrë. Apo janë zgjatime thjesht. Unë mendoj që janë futur për arsye që këtu e para punës sistemi ekonomik që ka media në Shqipëri nuk favorizon një gazetari profesional. Ke fjalën për qeverisjen që mund t'japi llogari përballë mediave. Po kur duan ata refuzojnë, çfarë nuk bëjnë. E para punës nuk janë krijesa politike, sot vetë biznesmenët nuk mund ta refuzojë herë median se gazetari ka detyrë, gazetarët nuk i refuzojnë lufta. Lufta s'ka rrit dot ti preshtoj gazetari, po i presh toka një miting. Që duhet ta ndjekë vetë gazetari mitingjet dhe takimet elektorale, po këtu e kishe fjalën. Bie gjua, media nuk raporton fare herë mbi fushat. Fare, po. Ja, fare. Nuk raporton pikë pari sepse po të raportosh fushatën, do raportosh problematika, do raportosh shumë gjëra. Nuk do vinte kopsitur. Jo vetëm kjo, krijon një lloj ekstaze komunikimit, pra krijon një gjendje tjetër, një gjendje krijuar në mënyrë artificiale ku gjithçka përqendrohet tek batutat mes X-it dhe Y-it. A thua se i gjithë gjuha politike dhe i gjithë informacioni politik janë këto lloj sinonimesh, metaforash, epitetesh. E përcakton agjendën politike, ndërkohë media shkon pas. Agenda settings kjo funksionon në forma të ndryshme, por ne po themi në banalitete shumë të shëmtuara. Dhe media deri diku duket si e dekonspiruar përballë këtij lloj fakti. Edhe vritet e vërtetë. Dhe jo vetëm kjo, nëse ka një lloj peshe dhe atë çfarë vendos para përgjegjësisë media klasike janë pikërisht rrjetet sociale. Sepse çfarë? Një informacioni kalon informacioni tjetër dhe na shkon nga dora. Saktë. Edhe shtrohet pyetja për çfarë i shërben ti shoqërisë? Për çfarë jeti? Dhe realisht rrjetet sociale po e bëjnë këtë gjë. Aktor, individ në rrjetet sociale i japin informacion racional dhe analizë më racionale më shumë se sa japin ato që i kanë studiet televizive që pretendohet që kanë një lloj detyre morale ose një lloj etike ndaj audiencës, ndaj ndoshta edhe televizionit që unë vetë përballem në studiet televizive se më ka rastis të shkoj pothuajse në disa studio brenda ditës në një lloj tendence për të paragjikuar, për të o do të jesh në ekstrem të debatit ose nuk pranohesh, o do të jesh se zban në një ekstrem llogore ekstreme ose nuk pranohesh. Retorika racionale dhe retorika arsyeshme dhe mbi gjitha e drejta për të ndryshuar mendim nuk ka logjik. Pse? Bie paneli. Sepse këtu ma bojnë si skin gladiatorësh. Po duhet zihesh. Duhet përleshësh, duhet zihesh. Pse? Se nuk kanë nevojë ato ti thush ti se këtu ke ka bërë. Ti qartësosh, po ti qartësosh. Absolutisht. Dhe ti qëmtosh faktet, po pa diskutim. Sepse një klasë politike 30 vjeçare pa diskutim se do ketë gabime. Pa diskutim se nuk do të ofroj atë idealen që kërkojmë ne. Por në thelb, edhe lidrat botror, edhe shtetet e mëdha botërore kanë bërë marrëveshje pragmatiste nga më të dyrat. Edhe ky që Italia që e ke 1976 me De Gasperi, me këtë Andreotin e me gjithë këta Kristian demokratët e famshëm italian që në thelb kanë qenë dhe autoritete intelektuale të jashtëzakonshme, kanë bërë pragmatizëm të frikshëm deri edhe me krimin organizuar dhe me mafiat. 24 procese ka pas Giulia Andreotti për këtë lloj marrëdhënie të tillë. Pra çfarë do thotë? Do thotë që ne tentojmë ta përqendrojmë opinionin publik, ta çojmë në një etikë morale deri diku kristiane, por nuk është kështu politika. Politika kërkon pikëpari zgjidhje pragmatiste për t'i dhënë shoqërisë një dinamizëm tjetër, se këtu është bllokuar dhe dinamizmi i jetë në shoqëri. Nuk ka dinamizëm, sepse të gjithë leven ekonomike
kulturore, politike, sociale, e diktojnë 4 individ më qatë politika, 4-5 individ, 3-4 biznesmen, 2-3 politikan, këta e përqendrojnë edhe e luajnë atë kazanin në shoqërinë shqiptare. Dhe po t'i shohësh të gjitha zgjatimet e interesave të këtyre 4-5 individe i shef kudo në këtë shoqëri. Atëherë çfarë ka ngelur? Në rrjetet sociale bëhet ajo, por rrjetet sociale për shkak se aty futet do kushdo, futet dhe banaliteti, ndonjëherë merr vrull banaliteti. Por çfarë? Mundësia, alternativa, ofrimi, mendimi i lirë, i pacensuruar ekziston. Po ky është shqetësimi sepse e relativizon pjesën serioze po pa diskutim, pa diskutim, por është jo serioze, fjala vjen relativizohet, dalin personazhe nga njëri kamp nga kampi tjetër. Po ja kauza për shkak. Ja kauza. Kauza që ja urini. Ja të kalojmë dhe ja di vetëm mbylla. Kauza që anatemojnë mediat klasike dhe personazhet e mediave klasike, veçanërisht që thonë ndryshimi është i rëndësishëm. Ndryshimi është i domosdoshëm, pa diskutim është i domosdoshëm. Por rotacioni politik është gjithçka. Ndryshimi është i domosdoshëm, rotacioni politik është gjithçka. Këta e imponohen shumë ndryshimit, por shoqëria gjithmonë do ndryshojë. Shoqëria gjithmonë do evoluojë. Edhe në komunizëm, në 45 ishin pa drita, në 60 e sa u bë elektrifikimi i gjithë Republikës së Shqipërisë. U bën digat, u bën urat, u bë hekurudha, u bën gjë. Deri në 92 ka filluar hekurudha për të lidhur veriun me Shqipërinë e Mesme, për të lidhur jugun me veriun. Pra gjithmonë ka ndryshime, qoftë për mirë, qoftë për keq. Problemi qëndron. Problemi qëndron te koncepti i lirisë, mos zotëri, te parimet, rujtja e autonomisë institucioneve, dhe kjo gjë nuk bëhet pa rotacion politik. Prandaj rotacioni politik është gjithçka, dhe shoqëria duhet ta kuptojë. Ndryshimi është i domosdoshëm, gjithmonë do jetë i domosdoshëm. Është i nevojshëm, gjithmonë do jetë i nevojshëm. Rotacioni është gjithçka. Rotacioni është më afër bile. Po është gjithçka, sepse pa rotacion nuk do ketë kjo, nuk do evolojë, nuk do ketë dinamizëm. Sigurisht. Dritan, në lidhje me këtë situatë që parashtruam pak më lart, si të duket e gjithë fushata deri në këtë pikë ku kemi mbritur kur jemi edhe pak ditë para zgjedhjeve. Fjala vjen, nuk po shohim personazhe ose individ të cilët kandidojnë për herë të parë, që t'u bën profile nga media tradicionale të paktën, që edhe zgjedhësit ta njohin. Kjo ka një arsye më të jo, kam përshtypjen më të thjeshtuar ndonjëherë, dhe unë po e thjeshtoj këtë gjë. Që ti sot të kesh një profil tëndin në mediat tradicionale ose mediat kombëtare, kryesisht televizione, duhet shkosh kundrejt një pagese të caktuar. Këtë gjë nuk e kanë dy partitë e mëdha. Dy partitë e mëdha janë shumë të favorizuar në këtë pikë. Pra ato me gjumin e tyre mund shkojnë atje për shkak të këtij procesit të qokëzimit. E kanë krijuar habitatin e vet, e kanë tavolinë e vet, e kanë mundin e vet. Po, kurse këta të tjerët që kanë nevojë ta marrin këtë skenë, këto duhet paguajnë. Por këta nuk është se kanë qenë pushtet. Në kuptimin domosdoshmë që të kenë krijuar dhjam, le ta themi kështu, dhe të vini ditë të paguajnë dhe këto mediumet. Pra, për këta është më e vështirë. Prandaj ndonjëherë rrjetet sociale kanë qenë më favorizuese sidomos për partitë e reja. Se mbaj mend dikur kur ishim gazetarë, bënë një faqe gazete për X kandidatë. Dhe janë shumë, po atëherë ka qenë me pagesë. Do të themi gjë. Jo, deri diku kandidat caktuar. Më gjë mua se këtu në këtë vend. Çka me pagesë, diçka ka dhënë. Kryeredaktor, drejtor lajmesh, të cilët sot janë miliardera. Jo vetëm miliardera, por që qarkullojnë. Që thua ti, po mirë, si ka mundësi domosdoshmë në 30 vite, po mirë, dakord, nuk ka ndryshuar, nuk ndryshon kryeministri. E kuptoj. Se kjo është një kjo po pra, se kjo ka të bëjë me lëkurën e njerëzve këtu, nuk janë akoma nuk e kuptojnë domosdoshmë ç'është demokracia, po mirë, drejtorët e lajmeve nuk ndryshojnë këtu. Po sillen vërdall si ai kanë marrë me tapi, kanë marrë me tapi si ka un lam atje. Urdhri psikologut mo. Zot kryetari, u hoq kryetari, nuk e pranon ta lëshon të zyrën tjetra. Po ç'a ndodh? Që në gjithë këto vite, edhe këta kanë qenë pjesë e njëjtit grazh. Pra kanë ngrënë një grazh. Pra edhe këta politikanë që sot janë, që ne themi të vjetër, është moçalizuar, ë? Është moçalizuar gjithë gjë. Nuk e kujto tani. Ke këtë kryetarin e partisë së re që hapi ky partisë së re, ky që e bën fushatën me lekë të veta.
Agron Shehaj? E ke ky ka marrë i bën PR-in dhe ka marrë një gazetar nga Kosova, se ne zakonisht kemi marrë gjithmonë hoxhallar nga Kosova, tani fillojmë të marrim analist nga Kosova. Shumë bukur. Dakor, nuk kam asgjë të keqe. Po ti merr një me që je parti e re, frymë e re, politikan i ri. Po jo, po merr një gazetar të ri. Po merr një gazetar që beson vërtet ajo çfarë ti bën. Po jo statuskon mediatike të Kosovës, statuskon mediatike të Kosovës e merr për t'i bind qytetarët shqiptar se unë jam ndryshe nga këta. Pa kjo s'ka sen, nuk rrim kot. Pra, nuk rrim kot. Qëndron kjo gjë. Sepse ti edhe shëmtohesh, bëhesh edhe i shëmtuar. Që ky do fitoje. Për kaq gjë e ke paguajt mirë aero ti, me thanë që do fitoje të opinioni. Kjo është vlera e një alternative të re, sepse këtu është problemi më zotëri, se më thonë mundë njëherë pse e mbron këtë Partinë Demokratike, po në fund unë ja di problemet të Partisë Demokratike, ja di gjitha gjërat dhe ja kam goditur, ja kam bërë këto, por në fund fare është alternativë më serioze se këta si pretendojnë se janë trimër. Se po t'ishin këta alternativë serioze, po plotësisht dakord të vi, po këta s'besojnë as vetë tek ajo çfarë janë. Jo, këta po luajnë për vendin e tretë. Pa dashur ti godasin. Jo, ti godasin, kjo është vërtet e hidhur kjo që po them. Nuk vjen mirë që po them këtë gjë. Të beso. Sinqerisht, nuk vjen mirë. Unë besoj që po them. Por mua vjen sepse këta e pengojnë rotacionin politik me këtë gjë. I shkojnë kundra rotacionit politik dhe po bëjnë pamundur për të shkatruar rotacionin politik. Dhe këtë nuk e pranoj. Dhe çfarë? Ti i pretendon dhe i shite si diçka e re. Unë ka marrë me lekët e mia, visi modeli punës dhe i suksesit, me çfarë? Me kulmin e status quo politike, me një individ që e kam parë në televizionin e vet. Kryetari i Bashkisë Prishtinës e laskaroj, që po të më kishte ndodhur mua, kur nuk dilja më në ekran. Do isha biznesmen, sigurisht do drejtoja media në biznesi se unë do jetoja, por të dilja unë si gazetar i virgjër, për të më thanë tjetri që ti ke hangër gjithmonë sa han pushtetit dhe s'ke bërë asgjë, vetë se i ke ra me garuzh të madhe pushtetit. Çfarë, dhe ti ma merr si aset për të na mush menjen ne se thot ky i merr ca vota. S'ka sens tani, ti jemi realist. Në fakt, do shta e te prova, por kjo është shprehjen popullore që thot mendje madhi ka përcej lumin dhe shkojë mbyt në prua, po gjithsesi kjo vlen për gjithkënd në politikë që e mban veten më të madh që thot do na votojnë shqiptarët. Dhe ajo ngjelet për të parë se çfarë do ndodh në 11 maj gjithsesi. Po drejt tani nderuar, ajo që po thoja pak më lart dhe e parashtroj dhe si pyetje. Nuk po shohim profile që njerëzit me të vërtet të binden që këtu po ndryshon diçka. Po vinë njerëz të rinj me ide të reja se si e shohin ata të ardhmen, si e shohin ndërtimin e Shqipërisë së nesërme për te vitit. Nuk e tha shumë mirë Reldaj, nuk të le status quo-ja këtu të dalësh ti. E kupton, nuk të le lehtëqenia në këtë vend. Domethënë është krijuar një lloj. Po, dhe ato modele domethënë që përgjithsisht i shohim nëpër si Spartakiad, siç bëshin Spartakiadat e dikurshme. Para viteve 90 dhe i shohim të ulura në panele dhe i shfaqin, duket sikur ndonjëherë janë një rimshërim i modelit më i keq akoma se për i modelit të vjetër. Dhe kështu që nuk është sjellin janë thjesht disa imitonjës të liderëve të tyre. Ka shumë pak zëra edhe tek të rinj, po të shohësh. Më mirë kopjen se fotokopjen. Po pikërisht pra. Dhe po të shohësh edhe po thuaj se imitojnë, thash edhe herë, imitojnë të vjetrit. Dhe nuk krijojnë një besim të madh tek njerëzit. Ka shumë pak element, se kuptoj që përpiqen të dalin nga status quo-ja. Kas të ri. E kanë të pamundur sepse duhet t'i bëjnë rolin ose thjesht për shkak të servilizmit të tyre kanë arritur aty ku duhet ose kanë arritur. Sepse ata e dinë shumë mirë që të marrin diçka duhet kalojnë mbi trupin e liderit. Kjo është gati ata më mirë shkelin individualitetin e vetë se sa mbi kështu që mbi liderit. Në të njëjtën argument Eldar, nuk e di se si duken këta të rinjt që nuk po arrin më shumë janë gastor, fjala vjen të vjetërve që artikulohen lart e poshtë. Tani nuk mundi fusim gjithë në një. Jo të gjithë në një, po me të shohim që dominojnë prapë tek rrjetet sociale se këta i gjejnë hapësirë. Ka personazhe të cilët neve tani mund të s'po i përmend. Pa se skep se përmend tu sepse tani edhe për shkak të disa penaliteteve që po na por unë parë disa elementë që më janë dukur shumë interesante të drejtën edhe brenda PD-s.
E kupto? Pavarësisht se mosha e tyre nuk është aq e re, kuptimi biologjik. E kupto? Por që janë të ri në kuptimin e mendësisë, e arsimimit, edukimit që kanë familjes, pemës gjenealogjike që ata kanë. Dhe kjo i bën ata dhe më interesant. Sjellin diçka të re. Sjellin diçka dhe e kam parë dhe një lloj qasje komplet ndryshme nga gjua, ndoshta janë apolitik, janë akoma nuk kanë hyrë në rrjedh politik. Dhe ndoshta kjo i bën të jeni çik më kreativ. Se kur futet pasaj në politikën e vërtetë, aty pasaj duhet ndoshta një gjuhë tjetër ose duhet i përgjigjen një gjuhë tjetër dhe kjo pasaj i rikthen i bën fjala vjen parlamenti i ardhshëm ka nevojë për njerëz që janë dhe vizionar, që të shpalosin vizionin e tyre. Vetëm vizion s'kam parë, më thënë drejtën. Deri sistemin politik që ka me këtë kod elektoral, tani se du ta themi edhe të vërtetën. Nuk mund t'ja lejmë fajin vetëm atyre që futen në sallën e kuvendit. E vërteta është që ky kod elektoral favorizon këtë takëm njerëzish, ë? Jo vetëm nuk është se mund të ketë njerëz që vërtet kanë intelekt, janë njerëz ditur, vinë nga profesione të ndryshme, por janë njerëz që i rrin hijes kryetarit, pra nuk e nxjerrin kokën për te hijes që bën kryetari. Por kjo nuk do të thotë se mbudollej, por kodi elektoral. Konformohet. Kodi elektoral nxit konformizmin. Nxit unitetin, unifikimin me liderin. Nuk ta pranon ky kod elektoral individualitetin politik. Edhe nuk mund krijosh individualitet politik duke kërcënuar rolin që ka kryetari, sepse ky kod elektoral, ja themi që ta është. Po që këtu e ke vënë ndryshimin. Është ndorron në bos, ndorron në bos kryetarin e partisë, jo kryetar partie, në bos, si një korporat biznesi që i shkrin dhe i ngrin individët, i shkrin dhe i ngrin strukturat e partisë, nuk kanë fare peshë. Çfarë është ajo që krijon individualitet? Cili sistem krijon individualitet? Cili sistem krijon individualitet politike? Në të gjitha rastet, të paktën deri tashmë, është koncepti i demokracisë ai që ka krijuar individualitet politik. Nuk është më i miri. Ka defekte të jashtëzakonshme. Por krijon individualitete sepse çfarë? Ka garë. Gara të bën pavarur. Po partitë e reja janë kopja më shëmtuar e kësaj gjëje. Se këtu është problemi i partive të reja. Po të shkohesh artikulimin që bëjnë partitë e reja, artikulimin për shkak të dozës së propagandës dhe demagogjisë shëmtuar që kanë ngritur. Por imitojnë mentalitetin që kanë ushqyer liderat e vjetër politik dhe bën shumë të shëmtuar. Dhe ata shesin veten sikur ne jemi e reja, pra do të ta imponohen se s'bën sikur janë e reja, në fakt vetëm e reja nuk janë. Ti shifi kë kanë parti, çfarë rreshtojnë. Nuk është partia vetëm të fusish sa njerëz bukur e ca kalamaj e vajza të bukura që të sillen në vërdall, si një kompani biznesi etj. Një parti pikspari, kur i pyet që ku i keni ata që bashkëthemeluesi, çfarë thon? Se ti të ka rënë rasti të jesh në studio. E para punës ato me zgjedhjen e lirë të individëve. Ishin nuk janë. E zgjodhen për qenë, zgjodhen për mos qenë. Po ne muhabet tjetër kjo nuk po e di. Unë kam tek fal çfarë propozon. Po të shohësh, partitë e reja janë shumë, pothuajse janë shumë larg konceptit për ta quar thikën të thembra akili. Shigjetën tek thembra akili. Pra nuk e shohin problemin ku qëndron problemi në shoqëri. Që pikëpari e kemi që nga ndarja administrative. Është një problem shumë i madh atë. Mund të kërkosh të partive të reja, ato nuk janë ato s'kan asgjë. Jo, qasja që kanë, një. Po tani dëgjoj. Imitojnë të vjetrit. Krijojnë parti pa struktura, pa njësh, pa dysh, pa tresh, pa katërsh, pra nuk ke jamun. Dhe Jezu Krishti, edhe Jezu Krishti kur e futi. Ndoshta kjo është një zgjedhje, ndoshta kjo mos është një zgjedhje e këtyre partive sepse duke ditur që akoma ky është i taban. Ju djema nuk e thatë, po kjo është një fushat e personalizuar. Kjo është një fushat e personalizuar dhe secili duhet të harroni gjë se lideri e personalizuar. Shikoj, mos harroni gjë se partitë ta imponon kodin. Partitë të reja për shembull ka pas edhe në Spanjë, kur ishte Gonzalesi në mos gaboj, në këto që sot nuk janë. Janë realitetet shoqërore. Sërish kanë mbijetuar dy partitë e mëdha socialiste dhe po janë partitë e realitetet ndryshme. Rita Li po hyri Podemos, Majta zakonisht janë parti rebel. Po janë parti rebel. Ky personalizimi i fushatës duket si një fushat presidenciale në një vend me republikë parlamentare, A kodi elektoral? Jo, s'është kodi. Po kodi. Sepse në vitet e kaluara ne kemi parë fjala vjen që të gjithë partitë, të cilët pretendonin pushtetin, rrethoheshin nga individ
ose gati tregonin dhe qeverinë hije, me të cilën do të qeverisnin ditën e nesër. Këtu nuk ka një sjellje dhe një qasje të tillë. Po këtu është ditur, nuk është. Po këtë të kisha këshilluar. Berisha thotë do jemi kryeminist, Rama thotë do jemi kryeminist. Jo, flas këtu është ditur që do qeverisi, do të ketë përveç tyre. Po nuk ka, shikoj, ai para herë, shikoj, në momentin që Reldar, në momentin që ai gjatë fushatës elektorale, Rama as begenis fare, as të çojë njerëz nëpër show televizive. Mendoj edhe unë as të hyjmë në debat televiziv, dhe kjo ndoshta është fushata e parë, kuptohet që ndodh që mos ketë asnjë lloj debati midis të dy forcat, paktën dy forca të mëdha politike. Po si do qeverisi njëri dhe si ka qeverisur. Po, dakor, por dhe me partitë e tjera, për shkak. Pse nuk hyjmë për shkak debate dhe Partia Socialiste me mundësinë, sepse nuk ka peshë elektorale mundësia për këtë. Nuk do ta faktorizoj. Nuk do ta faktorizoj, po ta mirë, është taktik. Po detyrim e ke për ballë publiku. Detyrim e ke. E kuptoj. Po shkon atë, po shkon me të dytën, me Partinë Demokratike. Po jo ta refuzosh absolutisht debatin. Kjo kalon në arrogancë në gjykimin tim. Po pikërisht pra. Në megalomani. Kjo është pasaj një sultanat. Po pra, në megalomani. Këtu ke për shembull ke edhe një tendencë që nuk e ka thënë ose artikulohet shumë pak se nuk e ka thënë Kurkush sigurisht siç apo tham. Por problemi qëndron që ke të këto parti të reja, për shembull se këto kanë bunkerizuar sistemin ose hapin e sistemit. Në thelb sa e kanë krijuar pluralitetin e mendimit, pluralitetin e alternativave, retorikën e kanë dinamizuar edhe shumë dhe kanë futur flukse të reja, por nga njëra anë e kanë bunkerizuar sistemin. Shkuptin bunkerizuar, sepse këto parti të reja për shkak të ambicieve të tyre krejtësisht egoiste të kryetarëve të partisë. Dhe prandaj tham unë se këto parti të reja janë parti që nuk kanë individualitet politike. Sepse mirë një kryetar don për shembull që të krijojë orientimin e vet. Por të tjerët njëshi, dyshi, treshi, struktura drejtuese, sekretariatet, ku ta di unë, kryesia, çfarë kanë ato si e kanë ndarë urbanistikën e brendshme të partisë, duhet të reagojnë. Do të shohin se ku qëndron problemi më i madh, zotëri. Parimet, fakti që ti bashkohesh e zë me forcën më të madhe opozitare, nuk është se ti tu bashku me Sali Berishën, zotëri. Ti u bashku me një fash qytetarësh që në thelb janë në opozitë, duke filluar që nga 2013-a, prej 12 vitesh në opozitë, me këtë mazhorancë, janë një fash qytetarëve që besojnë te kjo subjekt dhe këto parime, dhe ti nuk do të thotë se po bashkohesh me kryetarin, ti po bashkohesh me një optikë qytetare e cila kalon për te një lider i caktuar. Madje për atë fash njerëzore është fatkeqësi që një lider imponohet kaq fort për shkak një X arsye ose Y arsye. Për ta bërë partinë të madhe se lideri. Ti si je parti e re, ti do shohësh elementin e qytetar, interesin e qytetarëve dhe në fund fare do të pyesësh zotëri çfarë ka interes sot. Çfarë ka interes sot? Dhe prandaj këta janë njerëz me mentalitet shumë provincial. Që ti nuk do të thotë që nesër po qenë qeveri me Sali Berishën, do bësh si Sali Berisha, ose do bësh si Edi Rama, do bësh si Lemeta, jo zotëri. Ti nëse pretendon se je kaq i ndershëm dhe je kaq parimor në momentin që ky kryeminist drejton keq, largohu nga qeverisja. Në fakt, braktisë qeverisja. Por ama jepja shansin ti 49%, 50% që të bësh shumicë dhe të ndodhi ky rotacion politik. Në fund, po. Kush je ti që e bllokon? Atyre do të falet gjithçka nëse arrin të çajnë sistemin siç kanë premtuar dhe siç kanë këta partitë e vogla. Se kështu kanë premtuar. Do arrin të çajnë sistemin. Por mua ky është një ndoshta shansi i fundit do një populli shqiptar për treguar që këtë do zgjedhim midis asaj që është demokracia dhe autokracia. Jo, kjo është shansi për ta bërë më plural parlamentin. Patjetër, por prap nuk ka vlerë nëse ti fragmentarizohet vota. S'ka vlerë. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë, mirupafshim.